النفس إن لم تظفري لا تجزعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falëndërimi takon Allahu subhanahu wa taala. Mëshira Allah të qoftë me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Autori në vazhdim përmend veprat dhe fjalët të cilat tregojnë se të personi ka nifak, ka munafiki. Po ashtu tregon përmend edhe shenjat e nifakut. Kjo për arsyen që besimtari më u largua nga nifaku, nga dyftësia. Dhe autori në libër i përmend shenjat e nifakut të vogël, jo shenjat e nifakut të madh. Për shkak se nifaku ndohet në nifak të vogël dhe nifak të madh, kurse kuptimi i fjalës nifak është paraqitja e islamit, fshehja e kufrit. Kjo është nifaku i madh. Paraqitja e islamit, fshehja e kufrit. Haptazi paraqitet me të gjitha simbolet e islamit. Mrena në brendësinë e vet e ka kufrin. Kjo është nifaku i madh. Dhe nifaku i madh është nifak me bindje. Dhe nifaku i madh nxjerr prej feje. Nifak të madh me vepra nuk ka. Nifaku i madh është me bindje. Nifaku i vogël është nifak me vepra. Edhe këtu kanë gabu disa prej dietarëve kur e kanë barazuar shpjegimin e nifakut me shpjegimin e kufrit dhe të shirkut. Dhe kanë menduar se shpjegimi është i njëjtë. Edhe kufri i madh është kufër me zemër, kurse kufri me vepra është kufri i vogël. Dhe ky është gabim i cili i ka quajtur ata në mendimet e njëjta me ata të murxhive. Kufri nuk është sikur nifaku. Kufri ka të vogël me zemër dhe ka kufër të madh me zemër. Nuk ka nifak të vogël me zemër e nifak të madh me zemër. Në zemër ka vetëm nifak të madh. Nëse ka nifak në zemër, është nifaku i madh. Aleikum selam. Kufër të vogël ka me zemër dhe kufër të madh ka me zemër. Kufër të vogël ka me gjymtyr, kufër të madh ka me gjymtyr. Nifaku, nëse është me zemër, është nifaku i madh, nëse është me vepër, është nifaku i vogël. Nuk ka nifak të vogël në zemër, dhe nuk ka nifak të madh në veprime, në vepra. Kjo është dallimi i shpjegimit të drejtë në mes të dallimit mes të nifakut dhe të kufrit. Nuk shpjegohet nifaku dhe kufri njëjtë, për shkak se nifaku ka tjetër dispozit. Dhe nifaku ndohet nifak i vogël dhe nifak i madh, sikur që ndohet edhe kufri i vogël dhe kufri i madh, por për dallim nifaku i madh është gjithmonë me zemër, nifaku i vogël është gjithmonë me vepra. Kufri i madh dhe i vogël ka mundësi me qenë edhe me zemër, kufri i madh dhe i vogël ka mundësi me qenë edhe me gjymtyr. Sa e përket nifakut të madh, dietarët i kanë përmbledh shenjat e nifakut të madh në 6 pika. Nëse njëna prej tyre gjendet te personi është munafik me dalje për islami, me nifak të madh, nuk është musliman më. Aleikum selam wa rahmatullah.
E para, nuk e don Allahun. Nifaku I madh me zemër është mos me dash Allahun subhanahu wa taala. Nifaku ose shenja e dytë e nifakut të madh është mos me dash pejgamberin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Por kushdo që nuk e don Allahun dhe nuk e don Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për mrena zemrës vet, mrena me pas dashnin për Allahun dhe për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ai është munafik. Me nifak të madh, I cili e nxjerr prej Islamit. Shenja e tretë, nuk ose e urren Kur'anin ose diçka prej Kur'anit. Shenja e katërt, e urren hadithin ose diçka prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kushdo që e urren Kur'anin si libër ose në fjalë dikun të Kur'anit e urren, është munafik me nifakun e madh I cili e nxjerr prej fesë Allahu subhanahu wa taala. Gjithçka që është Kur'an është e dashur për neve. Edhe nëse në vepër nuk na pëlqen. Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Është bërë të Allah subhanahu wa taala obligim për juve lufta. Wa huwa kurhun lakum. Ajo është e urrëtur, e vështirë për juve. Jo e urrëtur si dispozit që ka sjellë Allah në Kur'an, po e urrëtur e vështirë me bë, se është zor, është vështirë, aty ka vështirësi, aty ka sprova, aty ka plagosje, aty ka vdekje, aty ka robëri, aty ka uri, aty ka që njerëzit nuk është I pëlqen atë gjona. Megjithatë, besimtarët e pranojnë, e duhen edhe veprojnë. Çdo dispozit që ka ardhur në Kur'an është e duhur, edhe është e mirë, edhe duhet më konë qashtu. Kushdo që urren diçka prej Kur'anit, ndonjë dispozit, është munafik, me nifakun e haram, I cili e nxjerr për Islamit. Se o për këtë burrave, e përmendim, është çështja e luftës. Dhe ka çështje të tjera plot, të cilat janë të vështira, por megjithatë janë të duhura dhe besimtarët I pranojnë si të tilla dhe I praktikojnë aq sa mundën me praktiku. Sa I përket anës së grave, më tepër me që ka rrezik është të çështja e martesave me më shumë se sa një gru. Allahu subhanahu wa taala e ka bërë dispozit të lejuar dhe kushdo që e urren këtë dispozit del prej feje. Nuk ka problem me punua mos me ndodh. Se s'ka qef me ndodh për veten e vet, për interesat e veta. Ama si dispozit, ajo është e duhur dhe kushdo që e urren si dispozit del prej Islami me nifakun e madh. Dhe dispozitat e tjera, dispozitat e martesave pastaj, që vlen për të dy gjinit. Allah subhanahu wa taala ka ndaluar me kën nuk lejohet më martu, dhe përveç atyre që nuk lejohet më martu me to, me të gjitha të tjera lejohet më martu. E njëjta gjë është edhe për ka burrat. Allah subhanahu wa taala grave u ka ndaluar më martuar me disa meshkuj, sikur që janë baba, vllau, djali vllau, gjyshi, ato ndalesat që janë, të tjerët përveç atyre të cilët janë të ndaluar, janë të lejuar. Edhe për neve, janë të ndaluar më martu me nonën, me motrën, me hallën, me tezën, me çikin e vllaut, me ndalesat, të tjera të cilat nuk janë të ndaluara, janë të lejuara. Dhe kushdo që e urren ndonjë lejes që është të lejuar më martuar me të, ajo është munafik me nifakun e madh me të cilën del prej feje. Është kafir në realitet. Por në sytë e tonë mundet me vazhdu me qenë si munafik, derisa në shef kufrin e tij të hapë.
E para, shenja e madhe e nifakut nuk e don Allahu. E dyta, nuk e don Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E treta, e urren Kur'anin ose diçka prej Kur'anit, ndonjë dispozit, ndonjë fjalë, ose e urren fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose ndonjë prej fjalëve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam të saktuara, të vërtetuara në mënyrën shkencore të dietarëve të hadithit. Kushdo që e lexon imrin hadithi i sakt, pastaj e urren një ose më shumë hadithe del prej fesë Allah subhanahu wa taala. E pesta, gëzohet kur fitojnë në betejë pa besimtar, edhe mërzitet kur fitojnë musliman. Ose gëzohet kur humbin musliman, e mërzitet kur humbin qafirat. Këto janë shenja e 5 edhe 6 e munafikut. Kushdo që gëzohet me humbjen e muslimanëve kundra pabesimtarëve, qofshin të qenë ata dhe khawarij, ata janë munafiqin me nifakun e madh i cili nxjerr për Islamit. Kushdo që gëzohet për humbjen e muslimanëve në raport me ata të cilët nuk janë musliman, është munafik. Dhe kushdo që gëzohet me fitoren e jo muslimanëve, ose mërzitet, shqetësohet me humbjen e jo muslimanëve, ndaj muslimanëve gjithmonë, është munafik me nifakun e madh. Të përmbledhura të gjitha, dhe pse tema autorit nuk është nifaku i madh, por ne i përmendëm vetëm me dëshirën që me pas kujdes gjithë secili prej nesh që mos mendohet me pas diçka prej veprave të nifakut të madh, për shkak se nifaku i madh është nifaku që nxjerr prej feje. I përsërisim të përmbledhura, nuk e don Allahu, nuk e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E urren Kur'anin ose diçka prej Kur'anit, e urren hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose diçka prej hadithit. Gëzohet kur humbin musliman dhe mërzitet, shqetësohet kur humbin jo musliman. Dhe këtë është nifaku i zemrës. Nifaku i veprave, për të cilën ka folur autori, mbështetën hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën transmeton Imam Buhariu sahih dhe Imam Muslimi dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqa. Kush i ka 4 cilësi, është munafik. Wa in kana fihi khaslatun minhum kanat fihi khaslatun min an-nifaq. Nëse ka diçka prej një prej 4-ve ose diçka prej 4-ve, ka hise prej nifakut, hatta yadaha derisa ta largon çat cilësi. Ato janë idha hadatha kada, kur flet rren, wa idha wa'ada akhlaf, kur premton nuk e mon premtimin, wa idha ahada ghadar, kur i besohet diçka mashtron, wa idha khasama fajr, edhe kur i dhënohet shpërthen. Këto janë 4 cilësi. Kushdo që i ka, është munafik i vogël, tamam. Kushdo që i ka të 4 këtu, e Allah në rrët me pas veç njënën për tyre, se të 4 hiç se hiç. Kushdo që i ka 4 për tyre, kanë munafika, është munafik, por është munafik i vogël, se këto janë të gjitha gjymtyrve, nuk janë të zemrës, janë gjymtyrve. Nifaku i gjymtyrve është nifaku i vogël. Kush i ka të 4, është një munafik i vogël, tamam. Kush e ka një në betyrve, ka pjesë të munafikisë. Gjithmonë jemi të thonë për munafikinë e cila nuk e nxjerr prej Islamit. Idha hadath këta. Kur fol rren. Rrena pastaj sa i përket paraqitjes është 2 lloj. Një janë dërrenca pakon hiç e bën rrenën. A janë disa tjerë është diçka, ama këta vish e ndreqin, e jeshojnë. Edhe kjo është rrencë, edhe kjo është rrencë, të dy janë rrencë. Por ky që e shpi komplet rrenën pakon hiç, ky normal që është rrencë më e madhe. Kjo sa i përket paraqitjes gënjeshtës,
Se edhe më konë të e folë një shka të vërtetën, por me folë rrët qasaj të vërtete, edhe disa të pavërteta, kjo është gënjeshtar. Me folë komplet pavërtetën, kjo është normal gënjeshtar më i madh. Prej gënjeshtës që ka diçka të vërtet, por që ka dhe shtesa, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend çështjen e shejatinëve, të cilët hypin njëri mbi tjetrin, derisa arrin qiellin e dunjos për me ndëgjuar diçka prej melekëve, që i marrin urdhët në qiellin e fundit për atë që kanë me vepruar në tokë. Pastaj të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ata morën një lajm të vërtet, e një është e vërtet që një të vërtet e kanë një. Por deri të binë të veshje i magjistarit, i shtojnë edhe 99 pavërteta. Ta shetë se bërin fijet që ka kone vërtet. Ja ahlul kitab, o ju që keni pas libër, për shkak se rrenat janë të ngjashme me ata të shejatinëve. Lime të lbisune l'haqqa bil batil. Këse thëtë Allah subhanahu wa ta'ala, pe pështjelni të vërtetën me të pavërtetën. Qështë kanë pështjel të vërtetën me të pavërtetën e ahlul kitabit, të shpigu të vratin edhe Injili. Disa argumente i kanë marrë që shëmë të vratin Injil, edhe tjera pastaj i kanë rrejt me mend të veta për interesat e veta. Ose në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ju keni me përcjell me shkuar mbrapa aty me pllom çka kanë bërë ata keni me bërë ju. A ka me bërë dhe dikush për muslimanëve tu e shpjeguar fen me pështjell disa të vërteta me disa të pavërteta, po më gjyshja. Të hen venca. Të hen gënjeshtar. E përmend një hadith, e nxjerr një ajet, e që është i vërtet, pastaj rreth këtij hadithi dhe këtyre ajeteve i qet edhe disa të pavërteta të tjera, i pështjell të pavërtetat me një të vërtetë ose me disa të vërteta, edhe në popull ose të njerëzit e paraqet çështjen sikur me pas ndalu këto Allahu po në me. Wa inna minhum la fariqan yaquluna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitab. Qoftë Allahu subhanahu wa taala ata disa njerëz të cilët duke i shpjeguar fjalët e Allahu subhanahu wa taala, kjo ka qenë për të rrotë në Injilin, por pastaj hyn edhe ata të cilët i pasojnë ata me këtë çështje prej ummetit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i ngatrojnë qëllimisht e shpejtojnë të folurit. Ta mërmenja se kjo Belban ka fol, nuk ka Belban kjo nuk është me bodallavet. Edhe e pështjell të vërtetën me të pavërtetën. E paraqet sikur që të vërtet, që po thotë ky, për në më ka thonë Allahu, wa ma huwa min al-kitab. Ose ka thonë Allahu subhanahu wa taala, por kjo është mashtrimi i tyre. Kurse sa për këtë dispozitës rrena, si rrenë mundet me arrit shkallën e kufrit. Nëse rren dikush për Allahun, për cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, për halalin edhe për haramin, është kafir. Pastaj rrena më e madhe është rrena për Allahun. Pastaj është rrena për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, wa man kadhaba alayhi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Kushdo që gënjen për mua me qëllim, thot një hadith ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, falyatabawwa maq'adahu min an-nar, në ta përgatit një vend se ky e ka siguruar për veti një vend në xhehenem. Pastaj vijnë rrenat e tjera, por ne nuk jemi të folë për rrenën për Allah, për shkak se kjo e ka nivelin e kufrit, nuk jemi të folë shpifjen për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për shkak se kjo e ka nivelin e kufrit, po jemi të folë për rrenat e zakonshme që i bojnë njerëzit në mes vete. Kushdo që kur flet me musliman rren, që s'ka të bëjë me çështjet e argumenteve, s'ka të bëjë me çështjet e lejimit të halalit të haramit, s'ka të bëjë me cilësitë e Allahut, por ka të bëjë me marrëdhëniet ndër njerëzore, idha hadatha kadhib, kur flet gënjen, ai që gënjen e ka një cilësi të munafikut. Dhe besimtari nuk duhet me gënjen, nuk duhet me rren. Nëse vjen ndonjë rast i vështirë, më shumë të shka dhe jotë është mos me folë. Të vërtetën ka njëherë, mund është mos me mujtë me kallëzut. Edhe nëse nuk është në raport me fejnë, edhe nëse është në raport me njerëzit. Pyet dikush diçka, ti e din të vërtetën,
Po menon se me që të vërtet me kalëzua ti, mundet më bo një fesat, dhe ma i madhë, ti të lehot mësë me folë, a më e më rejnë. Mësë shumë të shka ka mundësi, me bo besimtari, është me heshtë. A më e më thëmë ndryshe. Je me thonë atë që nuk është, nuk me thonë atë që është e pavërtet. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala në rujë se rrena është cilësi shumë e poshtër, është cilësi shumë e keqe. Kur ka gënjeshtër një person, në të nuk ka hajrë për gjëjqë. Kur është rëndës, në të nuk ka asë një hajrë. është transmetuar prej sahabëve, nuk është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por është fjalë e sahabiut. Allah subhanahu wa taala pas mëshiruar se besimtari nuk rren. Kjo nuk do të thonë se kush rren është kafir, jo. Edhe kjo nuk është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por është fjalë e sahabiut. Besimtari te besimtari mundën me ekzistuar disa cilësi, por nuk mundet me ekzistuar tradhtia dhe rrena. Nuk kem të folë për tradhtinë në fe, e nuk kem të folë për tradhtinë për rrenën në fe, por kem të folë për tradhtinë në raportet që kem mes vete, edhe për rrenat që kem raport gënjeshtën që është mes vete. Ka thënë Sejid ibn Musayyib, Allah subhanahu wa taala e pas mëshiruar se ka një babën e vet, që ka thonë nuk i takon ose nuk duhet me qenë të një besimtar tradhtia dhe gënjeshtra. Mundet me pas probleme të tjera, ama rend së më konë besimtari hiç nuk është shumë e paramenume besimtari me rend, shumë e vështirë, shumë me thonë ndryshe asaj që është e vërtet, asaj që është realitet. Kur flet gënjen, kur premton nuk e ma premtimin. E premtimi shpeshherë nuk kuptohet për muslimanëve. Premtim është çdo gjë që ti thu ko me bë. Ç'kjo është premtim? Edhe nëse është premtim i thjeshtë. Kur ti thush dikuna, "Kam me ardh, dush me shkuar." Dhe nëse nuk shkon, dush me arsyetuar, me arsyeën pse nuk e mujt me ardh. Kur ti thush dikujt "Kam me dhënë diçka", dush me avon. Çka do që thue vetë për vete, se premtimi është ngarkesë që robi ja bën vetes vetë. Premtimi është ngarkesë, vetë i thu ku më bëj çdo. E pse s'ta se bën? Se shpesh na do nuk jap më rëndësi asaj që e folme. Masanej nuk e realizojmë atë që e folme, edhe bën pjesë të një foku. Në hadithën e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar prej besimtarëve mos me premtuar shumë, mos me fol shumë, ku me bë këto, ku me bë ato, ku me dallon këto, ku me shku aty, ku me ta kryj këtë punë, po pse po fol Allah? Se kjo është një punë të cilën ti nuk e ke obligim, por në momentin që thua kam me bë, kjo bëhet më farz. Kërkush për neve nuk e ka obligim të llogaritmi, më çu me fshi xhamia. Por nëse thua ti kam me fshi, tash më bë farz për ty, se ti vetë e ke bë obligim për vete. Edhe kur ki diçka në mungesë, njerëzit bëjnë premtime shumë, për shembull ai që është fukara thotë nëse më jep Allahu subhanahu wa taala pasuni, nëse bëj pasuni ku më nimu fukarave shumë. Tash kur të bën pasuni këtu të nimu fukarave se vetë ka fol. Edhe ka mundësi që ja pasuni vjen mas 20 vjetë. Ky ka u kreta atë kur u kon fukara. Edhe ka pas një farë periudet do dire se ka arte pasunia, edhe ka pas vështërsi në shtatiri ka ardhë aty, kur ka ardhë aty, nuk i jetë fukarave ma, po të e që që ke thonë, këm ju thonë. Ose e që s'ka fmi, nëse Allah subhanahu wa taala me në falë një fmi, kom me bo hafës, kom me bo këto, kur t'ja e pa Allah, kur kuniq, po t'ja ke thonë, a ke premtu e vetë, që keme realizu shqit punë, kjo është obligim. Inne wa'da Allahi kana mas'ula. Kjo kur i premtuar Allahut, kjo është pastaj edhe më e rëndë se sa kur ju premton njerëzve. E mira është kërkush për besimtarë mos më premtuar kërkuna kur gjë. Hiç. Nuk ju kena bërë, në mujshme më kryen ai punë, ja kry. Inshallah.
Nëse s'mujme, ju i keni punë të juaja, na i kemi punë të tona. Por kur e premton vetë që ki me krye, pastaj nuk e kryen, është për çështjeve të nifakut. Për të besimtarët duhet me pas kujdes, hiç mos me premtu, hiç. Edhe nëse i vjen diçka, me thonë gjithmonë ko me krye, nëse mundet, inshallah e kryen, a dit nuk mos me dhënë përfundimisht, ko me bëre këto. Merre punë kryme, punë kryme vetë me krye tani. Se nuk e kryen, por bën pjesë të cilësitë e munafikut. Wa idha ahada ghadar. Edhe kur i besohet diçka, ai mashtron. Kur i besohet diçka, kur të merr mendja që ta kryen ai një amanet, ai bashkë në qatë amanet mashtron. Dhe ky amanet që i besohet shpeshherë ose në shumë të rasteve mundet me qenë amanet me fjalë. Thot një vëlla musliman, po të kallzoj ti, mos i kallzo kërkujna, kjo pranon thot, se është më mirë me thonë atë çfarë, mos më kallzo mua, se ti më kallzosh mua më bar, po e kallzova edhe këtë dënion su më lë. Tani ai motet atë kallzon as kallzon. Ama kur ta pranosh ti ato, vëlla do të kallzoj diçka, mo nuk duhesh me se tradhti, nëse dikush të kallzon ty diçka personal. Edhe ti më shkuar me përhapse ato që të ka kallzu kjo tradhti, kjo mashtrim, se ai ka besuar për një çështje, edhe të qatë çështje që dalë ja u thon tjerëve. Ose të kalon një pasuni, me arrujt, ose me quar deri me një vend, nëse nuk e ruan, tamam qysh e ruan pasunin tonë, ose nuk e qënë të vini duhur, tamam qysh të ka dhënë, atëre ke bë mashtrim. Ai të ka besu, ti e ke mashtru. Ose mashtrimi në çështjet e moralit, ose mashtrimi në çështjet e pasurisë, ose mashtrimi në çështjet e që të ka dhënë besë diçka, të gjitha bëhen pjesë të cilësitë e nifakut. Besimtari nuk duhet, kur të beson dikush diçka, nuk duhet me mashtru. Nuk duhet me tratu për çato që të ka besu. Pse të ka besuar? Ai të ka besuar për shkak të Islamit, se s'kish besuar hiç. Ai të ka besuar se të ka po të e praktikuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash ti me praktikimin e sunetit me tratu njerëzit, a di çfarë do të thonë kjo? Njerëzit kërshojnë pomnin e jashtme, besimtar që i nënshtruash Allah edhe praktikon sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata të besojnë. Edhe të besojnë pasurinë, edhe të besojnë për gjëra që nuk duhet mja besuar njëri çashtu, po ata pe ignorancës, edhe ky tash e traton çat besimin që e ka pas. Tregon një vëlla musliman një herë me një vend ku shesin ka pas një alarm që u vjedh diçka. Edhe kanë nisë me kontrollue, tha përveç meje, kërkush nuk do që më kontrolluhet, se kësë vjedh, si kanë po. Praktiku sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si ka kontrollu kërkush. Kanë besuar dhe ata cilët hiç nuk janë musliman. As nuk janë në sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kanë besuar, se kanë po, ti je praktikues i Islamit, ti nuk dush më bën hajduk. Tash me keq përdor, këtë pomje, e me shku me i trahtuar njerëzit, qofshën edhe nuk janë musliman. Me trahtuar me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është gjëra, kjo është munafiki, kjo është cilësi e nifakut. Dhe e fundit, o edhe khasë me fajr, e kur i dhënohet e tepron. Kur i dhënohet e tepron, komentatorët e hadithit kanë dhënë disa shpjegime. Një prej shpjegimeve më të sakta është kur i dhënohet hakmirët më tepër se sa e ka leju Allahu subhanahu wa taala më hakmirë. Kjo është shenja e nifakut. Tash ti na vetë nuk do të me gjykuar diçka këtu të më shku me dhënë trapa çetësimit para me gjyku, ky me gjyku drejt. E mos më hin hak njerëzve. Jo, besimtari është i drejtë edhe atëherë kur i dhënohet. Dhe shpjegimin e kësaj çështje më së miri ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një rast me Aisha radhiyallahu anha. Duke ne pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Aisha ka kaluar një jahudi. Edhe ka përshëndet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me një përshëndetje të keqe, duke u maskuar se po i thot assalamu alaikum. Dhe Aisha radhiyallahu anha ka kuptuar këtë. Edhe e ka thyer se jahudia ka thënë
do dosh me thonë paqja qoftë për ty, ka thonë helmi qoftë për ty, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se gjuhën arabe është e afërt. Aisha ka kuptuar, edhe e ka kthyr, ka thonë helmi qoftë për ty edhe mallkimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Aisha, pse shtove që të mallkimi? Ai nuk tha helmi dhe mallkimi qoftë për ty. Ai tha veç helmi, edhe ti thuj veç helmi qoftë për ty. Pse pjashtan që ta dhe mallkimin? Se që kjo është shtesë për ti. Për shemë dhe e shonë të ti e qenë pyjtë, ti e qenë në i biri qenë, ka ka vënë edhe një manat, për ti këtheja Allah veç qështë që të ka thonë ajë. Ose me pasë mundësi, me këthyja hakun, veç ashtu qysh e ka caktu Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se drejta nuk është kur gjykon veç për çështjet e tjerëve, po drejta është kur gjykon për çështjet e tua. Gjithmonë ashtu që ka thonë Allah, ashtu që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është një prej komenteve. Një koment tjetër që kanë bën dietarët kur të hidhnuar shpërthen, do thonë derisa nuk u hidhnua, ta marrëmendja që ky dha i mirë shumë për mua. Derisa nuk e prek dikon, kur e prek dikon, edhe ti që ti është shumë kjo, ja nis 20 vjet me i përmend senet. Po që pëse si përmesh me këtë sene para se mu i dhu, Allah. Ato nëse nuk ka qenë të rregullta, u këndosh me i përmend edhe para se mu i dhu e na. Besimtari është i drejt. 10 vjetë bën biznes me to, derisa shkon mirë si përmend ato të qia të iq, njëre kër prishet situata, për janë njësat, kjo ma ka bo këto, ma ka bo ato, ma ka bo këto, ma ka bo këto, po ti pëse ne shërë tak me to, që 10 vjetë, që 15 vjetë ose kur të bëhen shkollëzimet, janë të martuar 5 vjet, 10 vjet, rrin 10 vjet, zbojnë zohë. Kur prishin, ton në zeza ata ka bëu kështu, aja ka bëu kështu, po ti çu pas ke mojt ato ku ka çudi, ti ku ke shumë i keq e pas që ke hesh për këtë çështje. Sahabët shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk e ngon kështu. Ata kanë folur vetëm sakt. Edhe nëse ka qenë puna tu i dhu, edhe nëse ka qenë puna pa i dhu, kanë folë vetëm ashtu qysh ka doshtë Allah edhe ashtu qysh ka urnua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që më së miri e ka njoft nifakun edhe ka njoft munafik, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë Hudhaifa radiallahu anhu. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pas munafik. Me nifakun e ronë që shëmbën musliman heq. Pjesë e madhe dietarëve thonë kanë qenë 17. Pjesë e madhe dietarëve thonë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë kanë qenë 17 munafik. Dhe çata munafik një Allah subhanahu wa taala i ka kallzu Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me emrin filoni janë munafik. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë ka shku menja në zonë të minut. Por, kom menua të se halë këtojnë Muhammedun, jaqtulu ashabehu, Muhammedi bimit shokët e vetë, edhe e kumlonë. Një dite, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thirr Hudhaifa. Edhe ka thonë Hudhaifa, po ti ka zej emrat e munafikëve. Dhe ka treguar një ka një emrat e të gjithë munafikëve. Dhe Hudhaifa radiallahu anhu nifet sigur ai që i njeh sekretet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. I ka ditë të gjitha emrat e munafikëve. Ja ka besu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por çdo e dini që Hudhaifa kur kërkona nuk i ka kallzuar si të çeta emra. Pse se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë miq këtina. E pasdosh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishim hyrë, i kishte kallzuar këtë popullit. Po miq ty jam të kallzu, ti dush me mua që to mos i kallzu kërkona. Dhe sahabët kanë një që Hudhaifa radiallahu anhu i ka mësuar emrat e munafikëve. Edhe hajt me kalimin e kohës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdes. Ka ardhur khalife i muslimanëve Abu Bekri. Edhe Abu Bekri radiallahu anhu ka vdes, ka ardhur khalife i muslimanëve Umar ibn al-Khattab, kur ka bëu khalife Umar ibn al-Khattab ka thirr Hudhaifa. Hajde kallzon kush janë munafiqët. Që të ka kallzu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, khalife i muslimanëve. Hudhaifa ka thënë, "Jo, më çfarë?" Nuk ka kallzu pejgamberi sa më ka kallzu juve. Kuna si ka kallzu? Khalifes muslimanëve. Pse si ka kallzu? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë amanet ty për të kallzuar, nuk ka të tjerë.
Pastaj aftësia e Omerit radiallahu anhu, ka thonë atëherë pra, kallëzom, atë ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që unë jam munafik. Shifnis, se ka pas frikë për vetën e vetë Omer ibn al-Khattabi për nifakun. Se në hadithën e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë prej nifakut garantohet sigurohet veç munafiku. Veç munafiku mënon që s'o munafik. Kushdo që mënon që s'ka munafiki, ai është munafik. Ama besimtari vazhdimisht ka frikë, mos po bin në munafiki. Dhe Omer ibn al-Khattabi ka pas frikë për vetën e vetë që është munafik. Ja ka pyet Hudhejfen, si të nënat nuk të kallëzoj. Atëherë për Zotit atë ka përmendur që e munafik të e, s'ka përmendur. E u gjuam me Khattabi ka jetë. Çështja është me tregua Hudhejfen radhiyallahu anhu se ka njoft çështjen e nifakut më mirë se të gjithë sahabët e tjerë. E që automatikisht i bjen, nuk ka njeri në ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ka njoft nifakun më mirë se sahabët radhiyallahu anhu. Hudhejfa radiallahu anhu ka thonë, Allah subhanahu wa ta'ala e pas mëshirua, ka thonë munafik, mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë të vinë munafik në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që këmë joftune, në kohën më të mirë se munafik që i keni ju shtash. Munafik që i kemi pas në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për cilët kret ajetet që kanë zbrit për ta, nifakun. Pastaj i përfshin edhe munafikët e tjerë deri në ditën e Kiametit. Hudhejfa radhiyallahu anhu do të na munafik në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë kanë më të mirë se sa munafik që i keni sot ju. E ka thonë Hudhejfa, çish është e mundshme kjo punë? Ka thonë ata në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shefshin nifakun, ta tjuft tash i çarës me shefën hiç. A shifni? Hiç se më shifni fakon, hiç, del fuar kufrin, besmora si e hiç. Edhe vëllohi, kjo nuk është çështje me e bo hajgore, o s'havani gjatë, o bënë kullovja, po bënë ashtu. O, keni dru Allah subhanahu wa ta'ala se i të fuar fjallë të kufrit, që munafik në kohën e pejgamberit sa më konë se ishin fuar, ishin kohën më të kujdeshëm se ju. I të lutë me fjallë të Allah, fjallë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që munafik që Allah ibn Ubej në selulli si kishpojnë që të fjallë që shifon ju. Ose që shifonin disa. Ata s'bën munafiki të shish vetës i thot musliman, fjallë të kufrit, vepra të kufrit. A shiqone ko, si më shifiq? O rejtjen për musliman, a shiqone ko? Dashnin për musliman, e ka shiqone e shprej, nuk e më shifiq. Punën angazhimin për më shkua ujë ka, e kjeqa, si më shifiq. Angazhimi për me pengut mire, se më shef heq. Më bashkan gjitë me kundo, me dreqin e të birin e me kundo, kundër hajrit, heq nuk e më shef, se bile e logarit që është e mirë. Po jo më munafik kone për e me në konë lullë, krasim me këta. Munafik kone për e me dhe sallallahu alaihi wasallam kanë vedua të gjitha obligime, të gjitha. Edhe e më rujtë maksimal, mos me folë, diçka që bjen kundërshtim. Nëse e vreni asnjëherë nuk u gjet dëshmi për me mujt me i dënu munafik kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Asnjëherë hiç. Çfarë qenë kujdesshëm. To munafik të sot do skujdesen hiç, edhe e kanë një farë arsye pse skujdesen, për shkak se në përmbledhjen e përgjithshme thuhet se kur ka muslimanët kur kanë fuqi, nifaku përhapet shumë. Muslimanët kur janë dot, nifaku largohet, sa ata që është një kufrë, pëse me mojtë nifaku? Shumë, mos mi ban zarar dikush, kur kush është? Se që ato fjallë që i folin shtash, që ato vepra që i folin shtash, më konë që është ja që është duhet, në ashtë i folin, ama të folin të në ma. Por, e kanë gjithë, që është kanë gjithë situatën, edhe e bojnë atë që e bojnë, si po që e bojnë. Nifaku, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte i kujdesshëm, munafiqët ishin të kujdesshëm, kurse në kohën e mënyrë të tabinëve tek nëna më gjithmonë është më i pakujdesshëm. Po ashtu Hudhejfa radhiyallahu anhu në shpjegimin e nifakut ka thonë munafiqët janë ata të cilët paraqesin Islamin
ama nuk punojnë sipas Islamit. Kjo është munafik. Me thonë, aje musliman, qafje? Me thonë një qafje, ku trenot ke, as nuk fole, as ku gjës më heq, as një vepër të Islamit se ka, musliman, ku ja musliman, ja. Hudhejfe radiallahu anhu, prej cilësive, ose për shpjegime që ka bo një fakut, ka thonë, është me paraqit Islamin, ama mos me punua sipas asaj që ordon Islami. Kurse Ibn Umar, Allahu subhanahu wa taala e pas ordnua një herë për herave ka shkuar dikush me tabinëve te Ibn Umar radhiyallahu anhu. Ibn Umar është djali i Umerit. E ka pas emrin Abdullah. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë djalë shumë i ri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dhënë shumë dhe e ka radhit tek sahabët të cilët e kuptojnë më së miri kuptimin e librit të Allahut subhanahu wa taala. Është për transmetuesve më të mëdhej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka shkuar tabiin disa prej tabiinëve të Ibn Umar radhiyallahu anhu dhe i kanë thonë: "Ne kur po shkojmë te pushtetarët tonë, dhe keni parasysh, në kohën e Ibn Umarit ka qenë halo në kohën shteti Islam. Kanë thonë tabiinët, ne po shkojmë te udhëhecit e tonë. Kur po him te ta, po folmi me ata mirë. Edhe për liftojmë ka pak, se ata që shkojnë atë pa i liftua ta zban. Kur po dalemi për tynve, kishojnë. Kur largohemi për tynve, kur shënë ata aty, na i malkojmë, folmi keq për ta. Ibn Umar ka thonë, ne që të punë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kena llogarit munafik. Tash ajo që shkojnë të pushtetarët aty, mrejnë e liftojnë ata pa shku hiç liftojnë në xhami. Në hyrbe hiç pa shku atje. Tala me po mos me qua s'fotin ka i kanë thonë, do qua të shohon, se s'ukoni mirë. Kjo në kohën e pejgamberit, në kohën e Ibn Umar, edhe gjithmonë jemi të folë për ata pushtetarët të cilët ligjërisht e kanë praktikuar ligjin, fjalën e Allahut edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Te ata kur shkojnë, edhe në prezencë tynde i lifton. Po ti ata nuk dush me liftuar nëse i kanë zënë të këqija, edhe halifën e çfarë ti muslimanëve, nëse i ka çato të këqija, do të më thonë, çka nuk kanë mirë, edhe ditën e mirë. Ma jo më shkuar ti sot nish me ta. Ja, mashallah, Allah trut, Allah dha bereqet, Allah do të kur dalë për aty me munafiku. Kjo është çështje, kjo është cilësia e munafikut. Dhe kjo është për pushtetar. Por dine se edhe në mesin e vllazive ndodh çdo shpesh. Shkojnë te lorri, sa të ridaj, mirë si ta globitina, kjo është ashtu, po ti pse mos i fashi çdo fjalë sa kanë aty. Si s'ka vëshë që të muhabete që pëjtua tash. Nuk duhet me folë për muslimanët mrapa shpinës tënve. Nëse kje me folë diçka, thuje që aty ku je. Allah, ti e Allah i mirë musliman, këtë në regull, ama qëta, Allah nuk e në regull, se qështu thotë Allah, pejgamberi sa thuje që atë me thonë. Jo më da fik, këtë rish me ta mërmenja kështë se ka një vrejtje. Si të erpiti e shkën taj, për ty të njëta fjala, nuk është ashtu. Kjo nuk është cilësie e besimtarëve, as nuk është cilësi të cilën e kanë njoftë ose e kanë dashur shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.